Kështu e ka gjetur mëngjesin e sotëm zonën e Nën Shkodrës. Rreshtet me intensitet të lartë nga mbrëmja e kaluar që kanë përfshirë rajonin e Shkodrës kanë shkaktuar probleme me përmbytjet në disa njësi administrative të Bashkisë Shkodër. Shqetësuese situata është në njësinë Bërdic, ku rritja e nivelit të ujit ka përmbytur disa banesa në Bërdic të Madhe, ndërsa uji ka dalur edhe tek harku i Bërdicës. Ka prezencuar në mëti, më kanë ikë 30 cop blet. 30 e kam në ujë. Po më e bloku kretë Bërdica me ujë. Në përshpia plot. Deputeti i Partisë Social-Demokrate Besnik Ibrahimi thotë se po ndërhyet me fadroma për hapjen e disa kanaleve për largimin e ujit. Që shifni në rrugë ka është prezenca ujit, bajke e madhe, janë përmyt një 5-6 shtëpi në Bërdic mesme, në Bërdic sipme, në Malihebe, ka një ujë në përshpia, pa ka ndërhyme nga institucione, nga bashkia, e janë të punu. Ka shku fadroma, edhe nimët e bashkisë i kanë njësë para gjysore, kanë shku skavatori, kanë shku punëtorët, e ba zhbokimin e nga tërkat e kanaleve të Bërdic mesme. Ndërsa dhe në njësinë Gurizi në disa fshatra ka tokat përmbytura. Banorët thonë se vërshimi i ujit rrezikon edhe banesat. Përmbytja kur fillon këto smaran, jena ma det krejt. Po ka të mdu, deti e punë, që ka ardhur dhe shtëpijet atje, si dëmton. Bashkia Shkodër ka angazhuar në terren 3 mjete në zonën e Gurizi dhe 2 mjete në Bërdic, ndërsa ekipet e Bashkisë Shkodër po punojnë pa ndërprerje për menaxhimin e situatës dhe rikthimin në normalitet shumë shpejt.